Nëse po përpiqesh ti kushtosh më shumë rëndësi shëndetit të tiroides, ja disa ushqime që duhet i konsumosh dhe disa të tjera që do t'ishte më mirë t'i evitosh. Ushqimet si arrat e Brazilit, vezët apo edhe kripa e jotizuar konsiderohen mbështetëse për tiroiden sepse janë të pasura me minerale si jodi apo edhe elementë të tjerë që lidhen me funksionimin normal të saj. Nga ana tjetër, ushqimet si soja, lule lakra apo edhe kikirikët konsiderohen më pak mbështetëse për persona që duhen të fokusohen tek shëndeti i tiroides, sidomos kur konsumohen shpesh dhe në sasi të larta. Kjo nuk do të thotë që këto ushqime janë automatikisht të dëmshme, por thjesht janë disa zgjedhje ushqimore që mund t'ju ndihmojnë në mirëqenien e tiroides. Por kujdes, ky informacion është vetëm për qëllime informuese dhe nuk zëvendëson konsultën me mjekun apo edhe dietologun. Personat e diagnostikuar me probleme të shëndetit të tiroides duhet të marrin patjetër rekomandimet e mjekut.